Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Veriut Afrim Gashi sot nënshkroi akt të vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të përsëritura për kryetarët e komunave të Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrovës dhe Rostushës, si dhe të qendrës Zhup. Zgjedhjet do të mbahen më 11 janar 2026 në përputhje me Kushtetutën, Kodin Zgjedhor dhe legjislacionin përkatës. Me hyrje në fuqi të këtij akt vendimi, institucionet përgjithëse nisin zbatimin e afateve dhe procedurave ligjore. U bë thirrje Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, komisioneve komunale, si dhe organizatave mbikëqyrëse të veprojnë në përpikshmëri, transparencë dhe profesionalizëm. I ftoi të gjitha subjektet politike dhe kandidatët pjesëmarrës në këtë proces të zhvillojnë një proces të qetë, ferr dhe demokratik, në respektim të standardeve zgjedhore dhe vlerave europiane. Po ashtu u drejtohem qytetarëve të këtyre komunave që të ushtrojnë të drejtën e tyre dhe të marrin pjesë masivisht në votim. Përsëritja e zgjedhjeve dëshmon rëndësinë e pjesëmarrjes së secilit qytetar në vendimmarrje lokale dhe forcimin e legjitimitetit institucional, thot Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit. Me që bëhet fjalë për zgjedhje të përsëritura, të gjitha afatet për përgatitjen e tyre shkurtohen për 5 ditë, përveç fushatës zgjedhore e cila zgjat po aq sa fushata e zgjedhjeve të rregullta. Zgjedhjet në 4 komuna do të përsëriten për shkak se më 19 tetor nuk u arrit cenzusi për daljen e 1/3 të votuesve në zgjedhje. Afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetar në këto 4 komuna është më së voni 30 ditë dhe do të zgjasë deri 11 dhjetor në ora 24. Shorti për radhitjen e kandidatëve në fletat e votimit do të realizohet më 17 dhjetor. Fushata zgjedhore fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve. Fillon më 22 dhjetor dhe zgjat deri më 9 janar në ora 24, tha Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor.